Grupi mercenar Wagner, një forcë para-ushtarake e kontrolluar nga shteti rus, i është kthyer vëmendjes publike botërore. Ka vite që kjo çështje ka qarkulluar nëpër analiza mediatike dhe raporte shtetesh, ku shpeshherë është vënë pa se në këtë grup ka edhe rekrut serb, të cilët thonë se janë veteranë të luftës që nga viti 1990. Së fundmi The Telegraph e thot hapur se nacionalistë serb po luftojnë në Ukrainë për krah rusisë të shtyr nga propaganda, armiqësia kundër perëndimit dhe bindja se mbështetja për Moskën do të kthehet një ditë në Kosovë. Nacionalistët serb, grupet e organizuara nga Serbia, janë duke marrë pjesë në forma efektive kundër Ukrainës me palën ruse dhe ata vazhdimisht kanë shprehur kërcënime me video kundër Kosovës. Kanë pritur që në momentet e caktuara Serbia edhe të ndihmojë ata që ta merren ndaj Kosovës dhe Bosnjës, dhe këtë çështje e kanë shprehur edhe nëpërmjet artikullit të Telegraph, thot Gura Kuçkuçi nga Instituti Oktopus. E gjithë kjo ndërlidhet drejt për drejt me Ballkanin, vënë pa eksperti i sigurisë Gura Kuçkuçi, duke nënvizuar se rekrutimet ndodhin përmes platformave të ndryshme, ku Rusia paraqitet si mbrojtëse, NATO-ja si armik, ndërsa dhuna romantizohet. Pjesëtarët të Wagnerit janë vërejtur edhe në veriun e Kosovës, veçanërisht gjatë periudhave të tensioneve të shtuara mes viteve 2022 dhe 2024. Në vitin 2022 në Serbi u hap edhe një qendër e lidhur me Wagnerin, e paraqitur zyrtarisht si kulturore dhe humanitare, edhe pse më vonë u mbyllën presionin ndërkombëtar, por Rusia ishte e qartë dhe rekrutimi vazhdoi. Serbia shihej si terren i përshtatshëm për operacione ndikimi, propagandë dhe rrjete radikalizimi me lejen e qeverisë dhe të shërbimeve të inteligjencës. Serbia ka edhe zyrën që udhëhiqet nga ish presidenti i Serbisë për marrëdhënie me Rusinë dhe Kinën. Nga viti 2021, më 3 dhjetor, Rusia dhe Serbia kanë një marrëveshje për çështje të inteligjencës, e ashtu quajtur marrëveshja për luftimin e revolucioneve shumëngjyrësh, që është treguar efektive jo vetëm kundrejt Kosovës dhe kundrejt Serbisë, por kundrejt protestuesve atje në Serbi. E kjo zyrë është shfrytëzuar për modele të ndryshme. Ata mund ta shohin si çështje, por vazhdon funksionimi me metoda të ndryshme. Vetëm sa e kanë zyrtarizuar më shumë këtë çështje të bashkëpunimit me Serbisë dhe Rusisë. Këta kanë një argument së fundmi. Kjo shpërfaqje e kërcënimeve që i bën Serbia është përfaqur në Senatin Amerikan tashmë, madje shkel edhe të drejtat e shqiptarëve në Serbi, e shpërfaqur jo vetëm në mediat në Kosovë, por edhe në ato të rajonit. Veprimet e Serbisë kundrejt serbëve që u bën për të votuar edhe për çështje të ndryshme, përveç të tjerash, tashmë influenca e Serbisë është më shumë negative dhe është duke u shpërfaqur në vetdijen ndërkombëtare, që tashmë në raporte të ndryshme janë duke shfaqur fytyrën e vërtetë të Beogradit, thot Kuçi. Në këtë kontekst, problemi thelbësor sipas njohësve të sigurisë nuk është rekrutimi i tyre nga Serbia, por kthimi i tyre në Ballkan, gjë që do të duhet të paraqiste alarm për rajonin dhe për vetë Kosovën.